Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani mjalt para gjumit, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Mjalti ka aftësi kuruese dhe dezinfektuese për plagë dhe gërvishtje të lëkurës. Sipas një studimi, mjalti triumfon mbi 7 lloje të ndryshme bakteriesh dhe ndihmon kundër gripit, kundër diarresë dhe qetësimit të stomakut. Eksperimentet e bëra në mjalt kanë treguar se vetia e tij e mbytjes së bakterieve, efekti bakteriocid, është 2 herë më e madhe nëse mjalti zbutet me ujë. Është vërtetuar se 1 kilogram mjalt ka 3150 kalori, kurse gjatë ditës njeriu i nevojiten mesatarisht 2800 deri në 3000 kalori. Ngrënia e rregullt e mjaltit ndihmon në përforcimin e të mbajturit mend. Mjalti largon në dhimbje në sy, duke e fërkuar me gisht të pastër syrin. Nëse mjalti pihet i tretur në ujë të ftohtë, ai ndihmon kundër kapsllokut. Nëse mjalti pihet i tretur në qumësht të ngrohtë, zhduken skrajat e zorrëve. Mjalti ndërpret dhimbjet e stomakut dhe për anemikët është një ushqim mjaft i nevojshëm. Është një nektar i cili përdoret shumë në kuzhinë, i pasur me vlera terapeutike dhe përfitime për shëndetin ton. Mjalti duhet të jetë pjesë e dietës tonë të përditshme. Këtu ne do t'ju sugjerojmë të gjitha përdorimet e mjaltit, të cilat, me sa duket, janë fantastike për shëndetin, si edhe për gjendjen shpirtërore. Një studim i Shteteve të Bashkuara tregoi se, ndryshe nga karbohidratet e tjera, mjalti nuk shkakton një rënje të sheqerit në gjak pas pikës fillestare. Për më tepër, ai mund të përmirësojë fuqinë dhe shpejtësinë midis atletëve. Mjalti është një ushqim shumë i dobishëm për ata të cilët praktikojnë sporte. Djeg yndyrën. Marrja e një lugë çaj me mjalt para se të shkoni për të fjetur mund të na ndihmojë që të djegim yndyrën, pasi mund të përshpejtojë metabolizmin dhe njëkohësisht të zvogëlojë edhe hormonet e stresit. Trajton plagët. Mjalti ka veti të mëdha antibiotike dhe nëse aplikohet drejt për drejt në plagë, mundet që të ndihmojë në përshpejtimin e trajtimit. Kundër kollës, 2 lugë mjalt 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur mundet që të lehtësojë kollitjet e natës, duke bërë që ne të flemë më mirë. Kundër të përzierave, kur kombinohet me limon, mjalti është një ilaç i shkëlqyer kundër të përzierave. Kjo ndihmon veçanërisht gratë shtatzëna. Ul tensionin e lartë. Mjalti përmban një karbohidrat të quajtur oligosakaride, i cili ka veprim antioksidant dhe mundet që të ulë presionin e gjakut. Lufton në zbokthjen. Vetitë antibakteriale dhe antifungale të mjaltit e bëjnë atë një ilaç të shkëlqyeshëm kundër zbokthit dhe dermatitit seboreik. Aplikoni mjaltin e holluar në ujë të ngrohtë drejt për drejt në lëkurën e kokës, duke masazhuar dhe duke lënë të veprojë për 30 minuta. Lufton pagjumsinë. Kur kombinohet me krip himalajane, mjalti mundet të stimulojë gjumë të thellë. Ky ilaç redukton kortizolin, hormonin e stresit, duke na bërë që të flemë më lehtë. Përzini 5 lugë mjalt me 1 lugë çaj krip himalajane dhe ruajini në një kavanoz. Para se të flini, vendoseni nën gjuhë 1 lugë çaj të këtij ilaçi. Mjalti është fantastik për shëndetin e njeriut. Mjalti i bën mirë organizmit nga jashtë brenda. Ai është veçanërisht i dobishëm për lëkurën dhe ndihmon në pastrimin dhe në ushqimin e saj. Në këtë video ju do të mësoni se si të përdorni mjaltin në rutinën e përkujdesjes për lëkurën. Mask me mjalt. Njerëzit të cilët vuajnë nga lëkura e thatë apo ekzema duhet të përdorin mjaltin. Mjalti është veçanërisht i rekomandueshëm në dimër kur lëkura thahet ndjeshëm. Lyeni lëkurën me mjalt në mbrëmje.
Mbajeni një orë dhe më pas shpërlajeni me ujë të ngrohtë. Larja e lëkurës. Njerëzit të cilët kanë akne si pasojë e lëkurës së thatë munden që të gjejnë shpëtim pikërisht tek mjalti. Përzini një lugë çaj me mjalt, lëngun e një limoni dhe 2 lugë çaj me ujë. Me këtë masë kremoze mundet që të lani lëkurën tuaj. Limoni do të eliminojë qelizat e vdekura ndërsa mjalti do ta ushqejë lëkurën me vitamina. Kundër plakjes, ju mund të përgatisni një maskë për lëkurën e cila do të luftojë shenjat e plakjes. Përzieni 2 lugë gjelle me mjalt, çerek avokadoje, 1 lugë çaj tërshër të thatë dhe 2 lugë çaj me lëng limoni. Kjo maskë do të pastrojë lëkurën dhe do ta ushqejë atë me vitamina E dhe antioksidant. Kjo maskë mund të aplikohet disa herë në javë, ndërkohë që rezultatet e para vërehen pas një muaji. Si të ruani cilësinë e mjaltit? Mjalti duhet të ruajtur në një vend të errët dhe të freskët. Ai nuk duhet futur në frigorifer sepse ngurtësohet dhe nuk përhapet dot në lëkurë. Nëse ruani në mënyrën e duhur, mjalti mundet që të rezistojë për vite të tëra. Mjalt me ujë të ngrohtë për mëngjes. Mjalti, eliksiri i gjatësisë, është përdorur për shekuj në të mirë të shëndetit të njeriut. Ai është i pasur me antioksidantë, enzima dhe sheqerna natyral. Mjalti rekomandohet kundër inflamacionit dhe arrin që të parandalojë disa çrregullime të ndryshme shëndetësore. Enzimat tek mjalti përmirësojnë gjithashtu funksionet e mëlçisë dhe ofrojnë një tretje më të mirë të ushqimit. Ngrënia e mjaltit e mbron florën bakteriale dhe lehtëson përthithjen e ushqyesve gjatë vakteve. Sikur të mos mjaftonte kjo, uji me mjalt ka një efekt laksativ që rregullon lëvizjen e zorrëve dhe parandalon konstipacionin. Mira njerëz pijnë ujë me mjalt çdo mëngjes sepse i ndihmon ata që të humbasin në peshë. Mjalti përmban sheqerna natyral që ofrojnë një energji të shëndetshme që pakson nepsin dhe rrit djegjen e kalorive. Imunitet më të fortë. Sistemi imunitar ka një përfitim të menjëhershëm nga uji i ngrohtë me mjalt. Kjo kur përmban enzima, vitamina dhe njëkohësisht përmban minerale tepër të shëndetshme, të cilat i shkatërrojnë të gjitha mikroorganizmat që mund të rezistojnë edhe antibiotikëve më të fortë. Gjithashtu, sheqernat të cilët gjenden tek mjalti janë një burim tërësisht i shëndetshëm kalorisht që përmirësojnë edhe performancën tuaj fizike. Nëse pini ujë me mjalt në vend të kafes së mëngjesit, atëherë ju do të ndiheni energjik dhe gjithashtu plot gjallëri. Për më tepër, trupi juaj do të jetë më i hidratuar dhe do të optimizojë të gjitha funksionet e tij. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se përgatitja ju kërkon vetëm 1 lugë çaj me mjalt, 1 filxhan me ujë të ngrohtë. Treteni mjaltin në ujë të ngrohtë dhe pijeni atë me stomakun bosh. Përsëriteni këtë proces të paktën 3 herë në javë për të korrur të gjitha përfitimet e ofruara. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos e përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.